Tre gjëra shumë qartë I ka thënë dje vendimi I gjykatës kushtetuese, edhe pse është një vendim goxha I përgjithshëm I cili dorën zemër do të mund të ishte shumë më konkret, edhe do të mund të jepte rrugdalje. Tri gjërat kryesore përmbledhur me fjalë të thjeshta, jo me argumenta juridik, janë e para, ajo që përsëritet disa herë përgjatë këtij aktgjykimi, është fakti që deputetët, të gjithë deputetët, I obligon kushtetuta të marrin pjesë të gjithë në seanca dhe të gjithë I obligon që të marrin pjesë në votim. Shumë e thjeshtë, bardhë e zi. Nuk mund të vish në kuvend për me ndajt kot, me harxhu kohën edhe të deputetëve tjerë, edhe qytetarit duke pi kafe edhe duke ndajt kot pa votu, po kur vjen kuvend duhet vish me synimin për të votu. Askush nuk ta imponon me votu për kandidatin tonë. Ama është e qartë që mos votimi, refuzimi I kryerjes I obligimit të deputetit është shkelje kushtetutës. E dyta çfarë ka konfirmuar dje gjykata me aktgjykimin e saj është që secili deputet që vjen në kuvendin e Kosovës duhet ta di që nuk vjen aty për të bllokuar, po për t'i dhënë drejtim konstituimit të kuvendit. Pyetja të cilën gjykata kushtetuese dje nuk I ka dhënë përgjigje është se çfarë ndodh pas 30 ditësh, edhe unë besoj shumë që nuk do të sfidohemi përsëri, që pas 30 ditësh kemi nevojë për zgjidhje kreative, por shumë po besoj që pas takimit të nesërm me kryeministrin Kurti, liderët edhe të opozitës do të arrijnë një dakordim. Çfarë tjetër ka konfirmuar gjykata dje është shumë e qartë. I kam lexuar të 47 faqet e vendimit dje dhe pas deklaratës së ish ministrit të drejtësisë, I cili thotë që gjykata kushtetuese flet për devijim në atë vendim, e kam lexuar përsëri të 47 faqet sepse nuk dojsha me e besu që ish ministri I drejtësisë kaq hapur dhe pa turpshëm është I gatshëm me gënjy publikun. Është një përpjekje, është një tentativë me kriju një gjyrulldi në publik, një çoroditje të qytetarit, që qytetari para këtij aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të mos di çka është e drejtë dhe çka është e padrejtë. Prandaj, 30 ditë ka kohë për konstituimin e kuvendit, sipas këtij aktvendimi. Votimi I fshehtë nuk është obligues, siç është për shembull në rastin e zgjedhjes së presidentit, por as nuk është I ndaluar që I bie që duhet përdorur edhe ai si mund të përdoret edhe ai si mënyrë për zgjedhje, edhe që deputeti vjen për të votuar dhe jo për të bllokuar edhe jo për të mos votuar. Kaq është interpretimi I thjeshtë I asaj çka ka ndodhur dje. Urdhëroni. Shikoni, është shumë e thjeshtë. Ai vendimi djeshëm nuk mund t'i ketë 10 interpretime. Prandaj unë I shoh edhe media tona në obligim që me kujdes ta shpjegojnë se çfarë nënkupton ai akt vendim, edhe të mos ja lënë këtë vetëm përfaqësuesve politik. Mirë po, kjo sjellja e opozitës mbas atij vendimi të djeshëm mu ma çon mallin e një lojtari të keq të shahut, I cili në momentin që e sheh që e ka humb lojën, I rrëzon figurat e shahut. Vetë ka ndërguar kërkesën në gjykatë kushtetuese, vetë nuk po e pranojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, vetë e kanë refuzuar dhe tashti arsyetohen me rregullore çrregullore. Asnjë pikë e rendit të ditës nuk është ndryshuar. Pika e rendit të ditës është zgjedhja e kryetares së kuvendit. Natyrisht që gjithçka është procedurale, po hyn në pjesën e votimit. Kjo nuk është pikë e re e rendit të ditës. Pika Nuk është pikë e re. Më falni, por e keni gabim. Më falni shumë, por e keni gabim, sepse pikat, po ta shihni, është I bardhë në zezë, është rendi I ditës. Asnjë pikë e rendi I ditës nuk ka ndryshuar. Ne jemi tek pika e përcaktuar e rendit të ditës, ku thot zgjedhja e kryetarit. Çfarë ka ndryshuar është pasi kemi dështuar 6 herë në votim të hapur, kemi zgjedhur mënyrën të cilën e ka konfirmuar dje kushtetuesja
si mënyrë të rregullt për ta provuar, për të gjetur në sensin e asaj që nuk duhet të pranojmë bllokada, për të gjetur mënyrën se si të dalim nga kjo situatë. Opozita, po ta kishte vërtet me Albulena Haxhiu, që nuk e ka me Albulena Haxhiu, e ka me Albin Kurtin dhe me qeverinë e ardhshme. Opozita atëherë sot e ka pasur momentin që të votojmë në votim të fshehtë, të votojmë kundër dhe zonja Albulena Haxhiu, mos harroni gruaja më e votuar në Kosovë, sot ka ofruar që nëse e humbas votimin e fshehtë, nëse nuk i marr 61 vota në votim të fshehtë, atëherë unë tërhiqem nga kandidatura. Por pyetja është, kujt po i friksohen liderët opozitar? Pse liderët opozitar në asnjë rrethon nuk po guxojnë me ja lënë vullnetit të deputetëve të tyre votimin, por bëjnë lloj-lloj filmash, lloj-lloj fintesh me qëllim që të mos vi deri tek votimi i fshehtë. Madje kryetari i LDK-s thotë që nëse vjen deri tek votimi i fshehtë, atëherë ne do ta shkelim këtë parim dhe do ta tregojmë votën tonë në kamerë. Kjo është pyetja. Pse opozita verbalisht deklaron që i njohin rezultatin e zgjedhjeve, mirë po përmes bllokadës së tyre e refuzojnë njohjen e rezultatit zgjedhor që nuk është vullneti i tyre, por është vullneti i qytetarëve.